kur vi këtu, kur zbres në raport në Prishtinë, letohet trupi. 70 vjet i kom bon, e di vetën, kur vi këtu në fshatin tem e di vetën, sikur kur jam 25 vjeçar. Unë kur vi këtu, do më thonën 50% mjeken ata streset e që i kam atje në Zvicër, më largohen. Zvicra i ka, thë Salimani i ka lullet, për nuk ka nerë. Unë që Adim Selman Shala, më thëjnë. Jam punëtor në Zvicër, tash jam penzion, tash ku marrë pushime pak, në fshatin tem rëmne, këtu e duen, kur të fillon pranvera, gjithëherë vi këtu e kalej verën, gati kejtë këtu e kalej, edhe jam, thuja se 50 vite atje në Zvicër. Edhe jam i knashë këtu me fshatin tem, seret vi këtu e një vetin shumë mirë, edhe ju përshëndes që më keni bo ftesën për me dhonë këtë intervistë. Ka ndryshu shumë, po kur vi këtu, kur zbres në raport në Prishtinë, letohet trupi. Edhe kur të vi këtu pak e kam një farmërzije, se më kujtohen kohët e rinjes. Kur, do më thonë, këta kodra, kur i kemi rujt gjanë, kemi pas shoqërinë e muzikës, të valltarëve. Tashti, për fat gjysa kanë vdek ata, po apet po do të me përballu jetën. 70 vjet i kom bon, e di vetën, kur vi këtu në fshatin tem e di vetën, sikur kur jam 25 vjeçar. Ashtu e një vetën mirë. Më shumë se gjysmë shekulli jetë larg Kosovës, Ademi thotë se tashmë pas periudhës së pensionimit është përngulur këtu. Jeta e tij është më me pak stres dhe me më shumë harmoni. Edhe i shoh rinien, hesin mirë përpara, fshati si fshat i mirë, ka përparu shumë, do më thonë, ka dallim shumë për fshatave tjera, udhëhesin e fshatit e kemi pas, do më thonë, o konë njeri që nuk ka këshyrë vetëm për veti, po ka këshyrë krejt fshatin me ratu, si me rrugë, si me çdo gjanë me hes përpara. Na jemi të knashtë në këtë fshat, edhe në Mërgim, po edhe këtu jemi të knashtë, pse, do më thonën, ku të vesh shumë mirë, do më thonë, edhe përpara jemi konë shumë mirë, po ta shoh, alo diçka ma mirë, do më thonë, rinia është mirë, shkollohen, punojnë, që amë do ikin Mërgim, po dhe kthejen edhe ata, se vendlidhja nuk e harrojnë, vendlidhja nuk harrohet letë. E për ato deshta me treguar që unë kur vi këtu, do më thonën, 50% mjeken ata streset e që i kam atje në Zvicër, më largohen. Zvicra i ka, thë Salimani i ka lullet, për nuk ka nerë. Lullet mira i ka, po erë këtë ju mash nuk kanë. E veni ëtë është ma i mirë daj. Përveç tjerash, Ademi flet për rolin e Mërgatës gjatë luftës së fundit në Kosovë. E as këtu nuk e la pa e shprehur dashurinë për atë dheun, duke u shprehur se edhe lule ka në Zvicër, por janë pa aromë. Aktiviteti jem o konë në atë kohë, unë e kom bitis 8 vjeqarën të kom pas shefën vazhdu shkollën, po janë konë kushtet e vështira, o desh me dalë në Mërgim. Po për Mërgim, pjasa i kohë, ndekjet kohë kom thonë se suko njeri kur shkon me kry një fakultet dikon, ashtu merë gjona she, merë mësime, drejtohesh, kejt. Kemi pas vështirësi të mëdha, kështu pse o desh me mojt familjen ko, na atje nuk ishëm sigurt apo rrim Zvicër apo kthehemi në Kosovë.